U bë disa ditësh më që Rozi dhe miku i saj Olti Curri po shijojnë pushimet në Turqi dhe nuk lën asnjë moment pa shkrepur foto. Zgjidhje me mend. Ta dim edhe ne që vitin tjetër të prenotojmë pushimet në shtator. Alba Çobaj më në fund nxorri foton e saj të parë me hundën e re. Dhe kujtojmë se Alba u shpreh se operacioni i hundës ishte ëndra e saj. Nuk kemi ç'të themi përveç se ta gëzoj hundën e re dhe ta mbaj me kujdes, pasi bota e televizionit është bota ashpër. Bukuroshja e njohur e ekranit Armina Mevlani më në fund ka mbyllur kontratën me Diane von Furstenberg, e cila ka sjellë fustanet e saj në dyqanin e Arminës dhe tashmë janë në shitje. Rikujtojmë se ky brend përdoret më së shumti nga Kate Middleton dhe Michelle Obama. Shohim se kush do të jetë Obama shqiptare që do të blejë këto fustane tek Armina. Duket se fansat e këngëtares Kida kanë një dell të madh për të zhgaravitur nëpër trup me emrin e idhullit të tyre. Foto si këto kanë disa ditë që qarkullojnë në Instagramin e Kidës dhe mund të themi se Bukuroshja ka krijuar një bazë të mirë me fansa të zjarrt. Jepi Kida!